Gjuajtja me vejë ndaj kryeministrit Mustafa nga deputetët e opozitës solli reagime të para nga të dyja taborët politik. Pasi u ndërprej seanca në hollën e kuvendit, kishte lëvizje dhe tensione ndër deputet. Kryeministri Isa Mustafa u pa i nervozuar teksa doli nga ndërtesa e kuvendit. Aksionin e opozitës me vejë nuk e komentoi as zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm Hashim Thaçi. Dërsa shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s aksionin e opozitës e quajtën të turpshëm. Mosgatishmëria e tyre, mungesa e vullnetit për të dëgjuar edhe argumentet e kundërta, dëshmitë e kundërta, dhe tregojnë se ata nuk kanë argumente. Dhe nëse kanë argumente, le të vinë sallë dhe le të flasin. Po e të bojnë veprime të tilla skandaloze, veprime që si kanë hije një deputeti të kuvendit të Republikës së Kosovës, sjellja e veprimeve të rrugës në parlament nuk i bën nder këtij vendi. Për punën e nxjerrjes gjakrave të pyetni opozitën, ata e kanë nxjerrë gjakrat sepse s'po mund të pajtohen me faktin që janë opozitë. Por opozita sërish këmbguli se aksioni i tyre ishte i drejtë. Thanë se me këtë parandaluan mashtrimet për marrëveshjet që u arritën në Bruksel. Ai thoshte që janë mbrojtur interesat shtetërore, tha që Zajednica është në përputhje me kushtetutën, tha që o forcu Republika, ne vetëm dëshëm t'janë ndërprejmë këto mashtrime dhe këto gënjeshtra, dhe me që ai nuk ndalej prej fjalëve tona, u desh që të përdorim edhe vezë që ai t'i ndalë rrenat e tij. Kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se ajo që ndodhi në seancën e paraditës ishte një reagim i pritur i deputetëve. Tha se do të vazhdojnë me aksione të tilla. Deputetët veprun në mënyrën që e vlerësuan, edhe i dhanë një poroshi se s'mundesh me sjell demagogji në kuvend, edhe s'mundesh me u tallë me kuvendin, pra mendoj se ishte një veprim i qelluar i deputetëve të opozitës, për të cilin mendoj se është një fillim pra një pengimi të një qendje që fare po provohet mu instalu në vend. Jo, në kanë betë edhe pak vogë, po presim. Para se të nisë vazhdimi seancës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli takoi në zyrën e tij kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi.